Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi sërish sot së bashku për një tjetër temë. Dihet që fetë kanë një datë krijimi, por si u krijuan ato, si u ligjiruan dhe cila ka qenë data eksakte e fillimit të këtyre feve monoteiste, sepse më përpara ka qenë paganizmi, pastaj dolën fetë monoteiste. Si fillim doli feja e krishterë, e cila u nda në dy pjesë dhe pastaj muslimanizmi e me radhë. Për të diskutuar rreth kësaj teme kemi ftuar studiuesin zotin Agim Busulla, i cili ndodhet në Itali dhe përmes lidhjes me internet ne jemi këtu së bashku për të zhvilluar këtë emision. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Agim. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta Telo. Po, ashtu si kundër ne e tham në fillim të në hapje të këtij emisioni, do flasim pak për lindjen dhe ligjërimin e krishterimit, kur ka filluar, si ka filluar, çfarë ka ndodhur, cilat janë pengesat e fillimit dhe të gjitha këto do na shtjelloni në diskutimin tuaj që do të bëni duke sqaruar studimet tuaja. Po. Krishterimi, lindja e krishterimit shënon dhe lindjen e feve monoteiste. Shfaqja e Jezu Krishtit në mënyrë spontane, po mbi të gjitha në mënyrë të papritur, trembi si perandorin romane, po ashtu dhe ebraizmin. Jezu Krishti u shfaq në skenë si njeri me forcë të madhe si shpirtërore, por edhe komunikuese. Njerëzit filluan duke e ndjekur mbrapa në mënyrë të pakuptueshme për perandorin romake, po ashtu edhe për ebrejt. Sidomos Ferizejt dhe skribët u trembën jashtë mase dhe kështu që kërkuan ta pengonin dhe ta me të gjitha mënyrat, derisa e çuan dhe Jezusin e çuan në kryqëzim. Kjo ishte me fjalë faza e parë e krishterimit, shfaqja e Krishtit, aktiviteti i Krishtit dhe persekutimi i krishtianëve. Ne pse do të diskutojmë ne për krishterimin? Se çdo gjë ashtu ka lidhje me ne, sidomos me gjuhën tonë, nëpërmjet gjuhës, se asgjë nuk mund të shpjegohet, po nuk u lidh me gjuhën që flitet në atë kohë dhe kush e ka ruajtur këtë gjuhë në ditët e sotme. Po ta marrin që shkone e Aleksandrit. Të gjithë thonë përdorin termin perandoria dhe perandor. Faktikisht, perandor dhe perandori janë vetëm dy. Të tjerët janë abuzime që i kanë përdorur për të dukur, ose vetë këto shkrimtarët i kanë përdorur për të treguar diçka të fuqishme. Por po të nisemi nga gjuha dhe nga se si lindi emri perandor, që i dha dhe emrin perandoris, ne fillojmë me Aleksandrin e Madh. Para Aleksandrit e Madh, këto s'kanë ekzistuar ky term. Këto terme, perandori dhe perandor. Pse lindi me Aleksandrin? Ne siç e dim, nga historia, Mirtali e ama Aleksandrit, ose Olimpia, si i thojnë, dhe Filipi i Ati, ishin të martuar, por fleshin në dy anët e kundërta të pallatit. Mirtali e kishte nga një anë, kurse në anën kundër flinte Filipi. Dhe kur ato do të kryeshin marrëdhënie normale si burr e gru,
Filipi shkonte nga dhoma vetë ke dhoma e Olimbis, mbasi mbaronte punë dhe ikte prapë flinte në dhomën e vet. Dhe në një nga këto netët që Filipi shkon tek Olimpia, mbasi mbaron punë, kthehet dhe ikën në dhomën e vet. Në këtë moment Olimpis i shfaqet Zeusi në formën e një gjarpri me kokë të një dragoj, i cili futet në shtratin e Olimpis, rrotullohet në për trupin e saj për disa minuta dhe hikën, vazhdon del jashtë dhomës. Në natë është domethënë nga ajo natë lindi masën munesh Është Aleksandri. ngjizur edhe Aleksandri. Po. Dhe kur Aleksandri niset për në misionin e tij që nuk ishte për të pushtuar tokat e lindjes. Se në qoftë se do të nisesh për të pushtuar toka, për të treguar fuqinë e tij, shkonte drejt perëndimit, pushtonte Romën, pushtonte vendet e tjera perëndimore, jo të lindjes. Por Aristoteli atij i kishte mësuar se ne jemi arian, rrjedhim nga arianët dhe tokat e arianëve sotme janë pushtuar nga persianët dhe nga hindut. Kështu që Aleksandri shkoi çliroi popullin arian deri në Indi, nga ku mendohesh dhe sot mendohet akoma që rrjedhin arian, nga të cilët kemi të ardhur jemi dhe ne. Sot vetëm shqiptarët kanë, ose dhe i lirët, kush janë trashëgimtarët e lirëve, një fjalë. Dhe Aleksandri shkoi drejt. Pas se të nisësh, Olimpia i thot, dëgjoj biri, thot, ti je djali i Filipit, aq sa je edhe djali i Zeusit, dhe i tregon ëndrrën. Atë i thot, atëherë unë jam perëndi. Po i thot, ti je perëndi, je perandor. Këtu lindi termi perandor. Pra që t'jesh perandor, duhet t'jesh djali i Zotit, siç ishte dhe Jezu Krishti. Prandaj themi që dy janë perandor, Aleksandri dhe Jezu Krishti. Gjatë Romës, ato quheshin Cezar ose August, jo perandor. Perandor nuk e di kush e ka dhënë emrin, po e përdorin, ato s'ka përdor asnjëherë emrin, unë jam perandor i Romës, Ave Cezare. Ishte përshëndetja. Po. O Cezar, ose August, që ishte titulli më i lartë në nder të Augustit dhe të Julius Cezarit. Dy perandorët më të famshëm të Romës që ishte në momentet më të forta. Dhe për çudi, jeta e perandorit, jeta e Aleksandrit ishte 33 vjet, po ai sa ishte dhe jeta e Jezusit. Është një koincidencë kjo, apo mos ndoshta bëhet fjalë për të njëjtin person? Unë nuk besoj në koincidenca, për arsye se faktet që lidhen nuk janë koincidenca. Ëndrrat kanë qenë, në ëndër lindi Aleksandri, në ëndër lindi Shkënderbeu. Konstantini shikon dy ëndra, një që shikon kryqin në qiell që do ta thejmë më vonë, dhe dyta profecinë që në ëndër që ku të ndërtonte Konstantinopolin, që i thon Konstantin, që njihet si Konstantinopoja gabimisht. Si që Zanafilla, cila që Zanafilla e mbritjes së krishtërimit, që siç dihet mbriti fillimisht në Rom, dhe ligjërimi i tij, si e përshkruani ju këtë fazë të historisë? Mas qysh me persekutimin e Jezu Krishtit, persekutimet e kristianëve vazhduan të pandërprera. Edhe pse ato u larguan nga Izraeli,
edhe drejt Europës, u shpërndan në gjithë brigjet e Mesdheut dhe u ngullën në Itali, në Rom. Në Rom ku ishte qyteti më i madh i kohës, Peradoris romak. Qyteti ma me kulturë, qyteti ma più indikativ për të krijuar një krishtianizëm. Po ndërkohë, më fal që të ndërpres, ata që ikën nga Palestina ishin filistinët dhe nuk kishte ndonjë lidhje të madhe me hebrejt. Emri hebre është shumë i vorët në histori dhe ndoshta është një ndërthurje e historisë që i bëhet për ta zbukuruar historinë, por ama filistinët ishin ata që ishin banor të Palestinës ose të Izraelit sotëm. Banor të fillimit. Po, filistinët. Filistinët. Po, dhe filistinët ishin e njëjta racë, siç ishin dhe fiset e tjera ilire. Madje në gjithë Mesdheun, jo vetëm në pellgun e Evropës dhe Ballkanit. Po, kjo është një temë që duhet trajtuar qysh me ardhen e janë. Sepse duke i përmendur si aktor dhe si faktor, ne dashje pa dashje i fusim në histori si të mirë qëna, por ja që duhet i themi disa gjëra ashtu siç kanë qenë, pa ekuivoke dhe pavarësisht se dikujt mund t'i vi mirë apo keq. Po tash gjanat ka shumë gjëra që janë pa qartë atë, për arsye se ne po të marrim edhe Biblën e hebrejve, ka shumë shqip mrena. Tana kanë quhet. Të tana i ka. Mrena ka libri ne vim edhe këtu vim. Ka shumë shqip mrena. Tora. Mi pra, du të them që është flitet po thoshe shqip mrena. Shqip, ndaj po them që ishte ishin të njëjtët njerëz që përbënin të njëjtin popullsi, po të ndara në fiset të ndryshme, në gjithë lindjen e mesme, në gjithë Evropën e banuar dhe Ballkanin e asaj kohe. Po. Të ndanë në tributë të ndryshme. Vetëm se ne shqiptarët kemi rujt paganizmi dhe e kemi akoma brenda nesh. Nuk kemi ndarë kur nga paganizmi, ndërsa popujt e tjerë që kanë vëshuar drejt Ballkanit e kanë bërë lamsh gjithçka për interesa të kota. Po unë kam idenë time të interesave. Unë them se ne jemi luftuar nga kanuni që herët që në lashtësi jemi luftuar për shkak se ne zotronim kanunin, zotronim ligjin, me pak fjalë. Ligjet. Ne mbi të cilat 10 ligjet kanë qenë ki kanuni, pastaj u bën 10 ligjet e feve që i quajnë kanone. Duhet i marrë dhe emrin. Po megjithatë, shqiptarët kanë qenë edhe për krishtianizmin kanë qenë protagonistët. Konstantini, që unë personalisht dhe të gjithë në shqiptarë duhet të vëmë në rang me Aleksandrin, Piron, Konstantini dhe Skënderbeu, si një nga njerëzit më të mëdhenj popullit tonë. Atë që ka bë Konstantini është do ta bënte atë që mund të bënte Jezu Krishti, po të kishte forcën e Konstantinit. Atë ka bë Konstantini. Po. Vetëm se kanë jetuar periudha të ndryshme, kanë qenë periudha të ndryshme. Jo, po pra, pavarësisht, du të them që Konstantini nuk ishte u boj fuqishëm mirë. Masi mund t'i mazencion, ai u bë shumë i fuqishëm. U boj fuqishëm se ai gjeti një Rom që populli s'kishte bukë me hëngër. Dhe puna parë që bëni ishte të ngrinte nivelin ekonomik të popullit të Romës. Po.
stampoi një monedhë ari për 4 grame gjys. Po? Kjo i dha një shtyrje të madhe tregtisë së veshjeve, tregtisë së armëve, qytetet në veri të Italisë, Milano e tjerë, morën një zhvillim të madh në kohën e Konstantinit. Pra ka patur një Qytetet efekt. përgjithëtare Ka pat një efekt pozitiv në tregti. Maksimum. Po, qytetet përgjithëtare të Adriatikut fillon të popullohen me vila, pati një zhvillim. Kështu që Konstantini siguroi popullit të Romës bukën, krypën, se krypa nuk është i puna sot me e gjenë kudo, ata ishe vështirë gjinde krypa. Vajin, mishën e derit, falas. Pastaj u morë me boni ediktin e Milanos, ku ligjeroi krishterimin si një fe, edhe si një fe shtesë në perandorin romane, që nuk duhej më përsekutuar. Por nuk u ndal me kaq, se nuk është puna që ti e ligjerove dhe bën çaden. Jo, se krijohet kaos. I dha atëherë. Në këtë kohë, 1/3 ishte kristiane, popullsia e Romës. 2/3 bashkë me njerëzit më të pasur, të pasur në Romë, ishin akoma pagan. Atëherë që mos kishte konflikt, nuk u fali kristianëve nga pasuritë shtetërore të Romës, por nga pasuria vetë personale, i dha toka, nga të cilat kristianët fillon të nxjerrin fitime të mëdha dhe i dha një pallat vetin. Pastaj filloi të ndërtoi kisha, ku ato të faleshin, dhe në atë kohë faleshin msheur në përshpijat e tyre. I krijoi kushtet që ato të faleshin normalisht. Filloi ndërtimin e San Pietros, po ky ndërtim nuk ishte i thjeshtë. Se e ndërtoi jashtë Romës, jashtë qendrës, aty ku ishin nekropoli, ku ishin varrezat. Dhe donte ta ndërtonte mbi varrin e Shën Pietrit. Ai cili ishte aty, por ndërtimi nuk ishte i thjeshtë. Aleksandri, më fal, Konstantini shfaqet edhe në shumë piktura dhe gravura, shfaqet dhe në praninë e nënës tij. Ka pas ndikim? Po, vazhdimisht me nënën. Ka pas cili që ndikimi i saj? Në pikturat e kristianizmit, përkrah nënës, se nëna ti ishte ndjekse e kristianizmit. Dhe thonë që ishte një shtytse e madhe. Por unë kam identime, kam identime, që nuk po shfaqtu të shi. Mbasi bani një vepër madhështore bazilikën e Shën Pietrit në një terren të pamundur për kohën, ai nuk u ndal mbas asnjë lloj vështirësive. Të gjitha me shpenzimet e veta. Ishte toka që morri, ishte 250 me 100 sa metër, me 90 metra. Ti parasysh fusha futbollit është 100 me 50. Një fushë futbollit. Merre mend që ishte më e madhe se katedralja sotme e Shën Pietrit. Po, Salamren ishte i 120 metra me 64. Na thuaj diçka, Agim, për Këshillin e Nikeas, për Kuvendin e Nikeas. Po. Kur u zhvillua, cila që koha që u zhvillua dhe çfarë vendosi Konstantini në këtë kuvend? Atë diskutohesh deri në kohë në brenda kristianizmit diskutohesh adhurimi i Krishtit në çfarë mënyre duhet të bëhet. Si djali Zotit dhe mjaft, apo një figurë që ishte
Trinitaja, Padre, Fili edhe Shpirti Shenjtë. Duhet i faleshin Gjezus apo duhet t'i faleshin të treve? Domethënë nëpërmjet se siç dihet, Gjezuja lindi nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Atëherë kishte dy teori. Një që ishte nga Ario, kryesor nga Ario ose Aleksandrino, që ishte një teolog i famshëm, dhe tjetër teori ishte nga drejtohesh nga Aleksandri, kryepiskopi i Aleksandrisë. Ai thonte që ne duhet i falim Trinitas, Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Jo vetëm Krishtit, siç thot Aleksandrino. Dhe për këtë u zhvillu Konstantini, thirri të gjithë peshkopët, të gjithë teologët, dhe i mlodhi në Nike, ku u festu tash 1700 vjetorin që shkoi Papa, festoi 1700 vjetorin, që ishte një festim i rëndomt. Rreth vitit 330, në çfarë viti ka ndodhur? Në vitin 330. Të erës sonë. Aty vendosën, masi ndëgjun gjithë vendosë, shumë isa vendosi Triniteti. Ario që nuk u bind bashkë me Eusebion që ishte ndjekësi i tij dhe përkrahasi i tij, u morën u internun. Këshilli Nikes vendosi dogmën kristiane. Pastaj më vonë do të vinte Shën Jeronimi që do të përkthente në latinisht Biblën nga gjua që thonë greqisht që nuk ekzistonte, po do të ishte shqipja e vjetër, që Shën Jeronimi ishte i lirë, do të ishte nga shqipja e vjetër në latinisht. Dhe nuk mund të bënde. Çudi, s'ka dalë i grek që të ketë bëjë vepra për kristianizmin. Ku ka? Kanë marrë shenjtin ton, si serb, si grek, i kanë marrë shenjtin ton, i kanë bërë për vete. E pra, i kanë adoptuar. Po. Duan të eliminojnë përfundimisht çfarë vendos? Duan të eliminojnë shqiptarinë në kristianizëm. Në Këshillin e Nikeas apo Kuvendin e Nikeas rreth vitit 330 u vendos që të ligjërohej krishterimi dhe të vieshin rregulla të njihej Shpirti i Shenjtë, Ati dhe Biri, apo jo? Po, Trinitaja, dogma Triniteti kristiane. Po. Mbi bazë të këtij Triniteti vazhdoi kisha e krishterë ose kisha katolike që quhej në atë periudhë, apo jo? Kisha katolike. Atëherë, Konstantini masi pa këtë ëndër, u nis dhe kjo ëndra i tha vendin ku duhet të ngrinte qytetin në Ballkan. Dhe shkoi në Byzant, Buzanës, Byzanti, po? Buzanës, në qytetin e themeluar nga qytetarët e Megarës, të ardhur 600 vjet para Krishtit. Dhe ato e quajtën Buzan, se ishte pikërisht në buzë të detit. Po. Është e thjeshtë. Nuk mund të thush ta përmendësh ti, thush që i vun emrin e mbretit se mbreti u quhte Mega Buzan. Edhe i vun emrin e mbretit. Jo. Buzan. Po, edhe mbreti e kishte marrë atë emër se ishte në ai vend, i madhi i Buzanës. Mega Buzan, ne themi i madhi i Buzanës, i Durrësit, ose i madhi i Tiranës, ose i madhi i Shqipërisë. Edhe ato e kishin quajtur i madhi i Buzanës. Çfarë ndodhi? Në çfarë viti u shpërngul Konstantini në Konstandi, që e quajti atë qytet? Konstantini u shpërngul me 11 maj të 330-ës. Shkoi në fill pas Kuvendit të Nikeas,
Pas kuvendit të Nikeas? Po, shumë mas kuvendit Nikeas. Po. Kuvendit Nikeas u bëj 5 vjet mas kuvendit Nikeas. Po thamë që 330 ishte kuvendi Nikeas, apo ndoshta rreth asaj kohe. 325. 325. Po, për saktësi po e themi. 325. Po. Ku aty krijoi qytetin, e rrethoi me mur. Po. 700 sa hektar tokë, fillojnë ndërtimet e tia, ndërtoi kishën e parë. Për të cilin ka 2 teori, që thot, këte kishën e parë pas ka ndërtu i biri i tij Konstanci. Po në fakt, e ndërtoi Konstantini. Dhe Konstanci e përfundoi. Po. Filloi punimet Konstantini dhe e mbaroi Konstanci. Ato punimet fillon në 334 mbas Krishtit, mi fjalë. Po. Dhe ka përfunduar në 341. Konstantini vdiq në 337, nuk arriti të përfundonte kishën. Ishte bazilike e madhe dhe ajo në stilin latin, me kolona, me komplesi, bazilikët atje poshtë në atë stil, e ndërtoi edhe këte. Këtu fillun edhe konfliktet, filluan që në fillim, konflikti i Peshkopit Gojarti me gruan e Arkadiusit, perandojit të atë kohës, e cila krijoi një revolt. Ky konflikt krijoi një revolt dhe kisha u doq. Atëherë Teodozio i dytë, me 10 tetor të 415-ës, fillon dhe herë ndërtimin e kësaj kishe, e cila dhe ajo, mbas disa vitësh me revoltën e Nikës, u doq. Kishte shumë konflikte në këtë kohë. Pastaj vjen në fuqi Justiniani, i cili në 532 i fillon ndërtimin e Shën Sofisë. Mbarimi në 537 mbaron me 27 dhjetor 537-ës, bën inaugurimin e Shën Sofisë, kur hyn brenda dhe ngren kokën nalt shef bukurin që kishte kriju, shef harkun e madh, atë kupolën e madh atje, edhe thot, ta kalova o Salomon, duke ju referu Salomonit që kishte ndërtuar tempullin e madh ebre. Po. Besimi katolik vazhdoi deri 1054, ku filloi ngritje të vazhdueshme her mbas here dhe filloi shizma, që u quajtur shizma e madhe. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe ka pas trazira, nuk ka pas qetësi krishterimi i parë. Jo. Dhe në 1054 u bë skizma. Shi. Dhe kjo shizëm nuk ishte ndarja e ortodoksisë greke nga kjo latine, si duan të transformojnë. Ishte se kishte ortodoksi, do të thonte fanatizëm, vjetërsi, ndoshin të mash rregullat gjithmonë rregullat e para. Dhe konfliktet ndodhin se vishin njerëz ditur, studiues, dhe donin të ta çonin më përpara zhvillimin e kristian. Po. Kurse konservatorët donin ta mbanin gjithmonë të frenuam si modelit vjetër. Dhe këtu ndodhi shizma. Po gjithmonë rritet ishin latine. Nuk ekzistonte gjua greke.
Po? E thot dhe Gloc, Gustav Gloc, i cili është një historian i madh, ka shkruar mbi zbritjen e ilirëve, është quajtur dorëve drejt Greqisë vjetër, Po? dhe thot që perandoria bizantine nuk ishte greke, se grekët nuk ekzistojshin. Kjo perandori tash, i ka ngel emri perandori, po s'ka të bëj me perandori. Pati tre jetë. Perandoria romake e lindjes, perandoria romake, bashkë me Romën, nga 330 dhe në 395. Pra etapa e parë. Pastaj, aty unda Teodosje që vuni ligjin që perandoria romake do ndjedh vetëm krishtianizmin, fe e perandorisë. Këtu u ndan dysh perandoria romake e lindjes dhe perandoria romake e perëndimit. Po, vija e famshme e Theodosit. Kjo vazhdoi deri në 1204. Që kur u vu kjo vija? Pastaj nga 1204. Vija e Theodosit në ç'vit u vu? Në 395-ën. Në 395-ën. Pra, ndarja e krishtërimit nuk u bë me skizmën në 1054-ën, po filloi në 395-ën? Cila është me sakta? Ndarja e krishtërimit nuk ka ndodhur asnjëherë. Ato janë s'është fol në herë greqishtja. Është fol shqipja antike, shqipja e vjetër që e kanë quajtur greqisht. Gjatë periudhës bizantine, populli nuk ishte latinisht edhe shqipja që quhet. Një sekond, na duhet të sqarojmë pak fenomenin e vijës së Theodosit. Në ç'vit eksakt u vu fenomeni i vijës së Theodosit, ndarja, lindje perëndim? Në 395-ën. Në 395-ën. Atëherë nga 395-a deri në 1054-ën, si funksiononte kisha? Latinisht. Si katolike, prap. Po, e rritit katolik, latinisht. Po atëherë ç'kuptim kishte vija e Theodosit? Ç'kuptim kishte vija e Theodosit që u vu? U ndan dy, lindja me perëndimin. Pra, u ndan dy, 395-ën. por akoma nuk ishte quajtur ortodokse tjetra. Jo, asnjëherë s'është quajtur ortodokse, ortodokse kanë quajtur grek. Ortodoks nuk ka kuptimin që e rritit grek. Ortodoks tash është kuptimi i konservator. Po pra po, ajo diskutohet, po. Rritet e vjetra, kurse ky është thelbi i ortodoksizmit. Shiko. Pastaj nga 1204 e deri 1261 u pushtua nga latinët e kryqëzatës, nga kryqëtarët. Po. Dhe mbajtën me ritmin latin akoma. Pastaj nga 1261 deri në pushtimin turk, në 1453 u quajt Bizantine. Tashti, ku është greku këtu? Po, që të kuptojmë, do më thënë, Buzan, që të kuptojmë, është Konstantini. Si pas sa që the, të bëj një përmbledhje që të kuptojmë nëse e kemi kuptuar mirë apo jo, që të shikojmë qa u tha nga juve. U bë ndarja në 395-ën, vija e Theodosit, dhe u quajt feja e krishter e lindjes dhe feja e krishter e perëndimit. Dhe ishte koha kur filloi të skalisej dhe gjuha e lashtë greke, apo që thonë këta greke e lashtë, por që ishte një ndryshim
i gjuhës nga latinisht në një gjuhë tjetër liturgjike si pasojë kësaj ndarje dhe kjo filloi në 1054 mendon juve? Po, 1054. Po, pra në 1054 kemi për herë të parë një gjuhë liturgjike kishtare e cila filloi të bënte liturgji ndryshe nga sa ishte deri atëhere nga viti 305 me gjuhën kishtare latine, sepse edhe gjuha latinishte ishte po një gjuhë kishtare, një gjuhë liturgjike. Dhe që të kishin një dallim këto të dyja, u ndan njëra u quajt greqishte e vjetër, tjetra latinishte. Po pse greqisht? Jo, greqishte e vjetër quhet sot fatkeqësisht, por gjuhën, atë gjuhë kishës e ka rujtë arbreshës sot, shkon atje, ajo gjuhë që flasin arbreshës, kisha arbreshe, ortodokse arbreshe sot, ajo që në Sicili, ajo ishte gjuha që flitej e ortodoksizmi që thojnë. Po. Nuk ekziston të gjuha greke. Po pra. Ta thot edhe Gloc ka që jetu 300 vjetë për para. Atere ne kuptojmë një tjetër... Nuk ekziston të gjuha greke. Më fal Agim, po dua të theksoj një tjetër manipulim që i shbër historisë. Pra, është folur shqip dhe më mbrapa gjatë kohës, ndoshta pas pushtimit otoman, është skalisur një gjuhë tjetër e ndryshme nga ajo që flitej në Itali edhe në Kishën Perëndimore, e cila jo pa qëllim u quajt greqishte e vjetër. Pra kishte filluar projektimi i një kombi tjetër që në kohën para përfundimit të përhershëm të perandorisë bizantine dhe që vazhdoi edhe pas pushtimit otoman të Konstandiës. Apo se kemi kuptuar mirë? Po, patjetër. E këtë qartë si i tha Aki Pasha perandorit ati sultanit. I tha, Alteca, ne duhet kemi parasysh që duhet ruhemi, nuk duhet që shqiptarët të marrin detyri dhe të mësojnë në gjuhën e tyre. Ato nuk duhet njohën historinë e tyre, se po u ndërgjegjësuan në këtë drejtim, merr fund Turqia europiane. Do pjesa, se ato ngjallën thonë, kjo është e jona, çdo ju këtu. Ka qenë një konspiracion i madh për ndarjen dhe përçarjen e kombit shqiptar dhe shkatrimin e gjuhës kishtare që ishte shqip deri atëherë dhe që u quajt fatkeqësisht më brapa gjatë historisë greqishte e vjetër e kështu me radhë. Patjetër. E kuptova. I vetmi problem për në Ballkan dhe në Europë, në Ballkan sidomos, ishin shqiptarët për turqit. Skënderbeu kur në 453-shin shkon ke Papa Romës e thonë se Skënderbeu u shqonte edhe për spionazhin e madh që kishte. I vite lajmi përpara dhe përgatitesh. Kur mori lajmin se do të sulmohesh Konstandia, shkon ke Papa Romi i thotë, më jepni ndihmë që unë t'i hull turqit jashtë detit, t'i hull matan detit. Unë du një ushtri të rregullt. Por Papa, Venecia dhe Europa ranë dakord me Turqin, i tha, doni me sulmu Bizantin? Po, sulmoni, po këtu s'keni punë këni drejt Europës. Jo, i tha, ranë dakord. Dhe e tradhtun Skënderbeun. Vatikani kishte edhe një arsye tjetër. Donte të eliminonte shqiptarët si zanafilla dhe krishtërimit. Dhe si forcë e madhe e lirisë të krishtërimit. Duke eliminu Konstantinopolën, njelte vetëm Roma. Ja pra pse na luftuan. Vazhdojnë edhe sot është më egër lufta. Kemi kish greke ortodokse mrena, po na mysin xhamiat e kishat. Çudi, bojnë gjitha bashkohen me herë, në një moment caktuar bashkohen të gjitha bashkë. Greqia e Turqia janë armiq
me njëri tjetër. Kur bëhet fjalë për Shqipërinë, prompt bashkohen. Të gjithë kundër nesh. Ashtu siç ndodhi Venecia, po kishte fuqi Skënderbeu, humbte gjithë mbretetin Adriatik dhe janë gjithë ato kolonitë e veta. Është e qartë. Po, vazhdojmë, jemi në fazën kur perandoria romaike apo bizantine ishte drejt shpërbërjes dhe po vinte një tjetër perandori, ajo otomane, që po i zinte vendin. Çfarë ndodhi më mbrapa me kishën ortodokse në Bizant? Si u transformua ajo? Atëre, Mehmeti ishte njeri i kulturuar. Ishte njeri i egër, por ishte i kulturuar. Nuk lejoj njeri që të prishte veprat mashtore, mrenat, ikonat e gjitha. Ato ruhen akoma. Edhe pse janë ai hoqi, ai kanë ruajtur dërku i kanë, po të shkojmë t'i kërkojmë, ato ruhen akoma. Dhe po të dalin përpara, del në pa shqiptaria e Bizantit. Po ato nuk do ne japin kurrë. Sultan Mehmeti ta transformoi në xhami, siç është akoma edhe sot, nga xhamit më madhështore. Ai megjithëse ishte gjakatar, ishte shumë i egër, urrente shqiptarët, por në të njëjtën kohë edhe i adhuronte. Se nuk mund të rresh një që është i fortë me karakter shqiptari. Atëherë, ai i ruajti të gjitha, i ka ruajtur, janë në Turqi, ikonat, vizatime, çdo gjë që ka pas mrena Konstantia, janë të ruajtur. Fatkeqësisht se un kam qenë në Stamboll dhe kam parë disa prej monumenteve kryesore, të cilat edhe i kanë hequr dhe i kanë shpërbërë, i kanë transformuar. Për shembull, ujësjellsi apo akuadoti i madh i Stambollit mbahet me kolonat e mermerit të hequra nga ndërtimet e Konstantinëve, të tërë Konstantinëve, nga i pari deri tek i fundit, e 11-ti. Dhe të kthyer kokë poshtë, ato përbënin shtyllat, kolonat mbajtëse të qemerëve të ujësjellësit të madh të Stambollit, i cili është kthyer në muze tash. E kështu me radhë. Nuk diskutohet që një pjesë mund të kenë mbetur dhe mund të jenë fshehur, por faktikisht pjesa më e madhe e kulturës së krishterë aty u mbulua ose u smontua. Pavarësisht se çfarë dëshirash kishte të mira apo të këqija, ky tregoi anën e errët të tij. Megjithatë, vazhdojmë në shpjegimin tuaj. Jo, është kthyn kish, marrë punë, marrë shqiptarizmi. Atë e morë, ja quajtën grekëve, kishën që është... Pra, kishën ortodokse të lindjes, sultani nuk e shkatroi, por e tjetërsoi duke ja dedikuar një tjetër popull imagjinar, të cilit më mbrapa i krijoi dhe shtet Evropa dhe e quajti Greqi. Disa shekuj pas rënjes, pas shkëlqimit të perandorisë otomane. Në kulmin e saj, kur ajo kishte mbaruar dhe kishte marrë dyshezën, u krijua shteti grek me troje shqiptare dhe me popullsi shqiptare. Edhe në tokët e kastriotëve u ngrit monastiri i malit Athos. Po, manastiri Atosit ishte ngritur më përpara edhe ishte ekzistent që në kohën e Skënderbeut dhe ishte pronë e shqiptarëve fillimisht. Po, pronë e kastriotëve. Grekët, po, pronë e kastriotëve. Dërsa grekët ja u kanë falur serbëve këto kohët e fundit, që ta bëjnë si manastirë të tyre. Atëherë, brenda është një qytet monastik, i pavarur. Është një shtet i pavarur. Po.
ku brenda ekzistojnë pritëri që jetojnë ose në këto shtëpijet ose me vete. Falen, nuk lejon të hyjnë femnat dhe flitet akoma sot flitet shqip, greqisht, rusisht, serbisht, gjeorgjisht, fliten disa gjuhë. Është një shtet ortodoks, fetar. Po që ka kuptimin shqip, mali i atit. Mali i atit. Atë është, po, atos. Mali edhe unë rritë në tokat e kastriotëve, nuk janë të koincidenca. Po, Greke është bërë në 1920 me traktatet e Londrës e traktatet e fsheta, cilat ja dhanë atë territor Greqisë. Se Greqia është zmadhuar 3-4 herë gjatë historisë, që nga 1832 që kur u krijua, 880-ta, 13-ta dhe 20-ta. S'ka qenë në herë, s'ka ekzistu Greqia. Po, kjo dieta shumë se kemi bërë disa emisione. Të flasim për diçka. Po. Gjithë përmendim Greqi. Nga vjen ky emër? Ky emër vjen e ketë nga, e thot, Guillaume Sanson, një historian francez. Po. Thot, Graecia vjen, quhet një vend i Epirit dhe nuk do të thot Greqi. E thot një historian. Këtë e thot dhe Bonfante në 1946 e përsërit, që Graecia nuk është emri i shtetit, por është një popull i Epirit që quhen Graeci. Për arsyet e grave, si ato Dodonës dhe në tempujt e tjerë, ishin ato priftëreshat, vajzët e reja që xhironin zbathur rreth altarit. Po. Edhe ku, ke vendi ku gratë ecin. Domethënë, para shekullit parë ose dytë, më kujtohet tash, para Krishtit, emri Greqi nuk ekzistonte. Nga këtu fillojnë të flasin romakët përpara, që u qyt nga romakët Graeci, kur shkosh në romakët, ku ishe, ke vendi atje ku gratë ecin. Në fakt, Çu ka lindur? Në fakt është brapashtesa ki, e cila është Chelsea, grajki, ose termi tjetër, ki fut, që është quajtur ki fut. Domethënë, termi ki është Chelsea i prapashtesës së emërtimit të këtyre zonave. Grajke, ose Chelsea i grave. Që gratë kishin qelsat e jetës në dorë, të shpjegimit të jetës. Kur flasin për luftën e Trojës, ndërmjet grekëve dhe trojanëve. Me fjalë, janë gjëra absurde. Atëherë ne duhet të bëjmë edhe këtë. Ti quajmë irakenët, ti quajmë sumer. Ose Iranin ti quajmë persian. Ose italianët ti quajmë romak. Pse për grekët vazhdohet flitet grek? Ato quhen. Pse grekët i quajnë veten Ellas? E quajnë veten Ellas, jo grek. Yllas, Dhe Elenët. Yllas e quajnë ata, i lirë, yll i ri e quajmë dhe ne. Po. Pra është një njëjta popullsi, por e ndarë në mes dhe e ndarë me demagogji. Bravo. Edhe nuk e justifikojnë emrin e vetë, se nuk e kanë gjuhën, nuk pos që gjua, po nuk e gjua, se mos flasim ose për etnografinë, për ligjet për eposin. Po dhe demografia flet në Greqi, sepse grek autokton në Greqi përveç shqiptarëve nuk ke askënd tjetër, se të tjerët janë të ardhur aty, të asembluar.
Po, nuk ka qenë demokraci. Tash Europa pretendon që e ka marrë demokracinë nga Athina. Po Athina s'ka Jo, pas është tjetër demokracia, tjetër demografia. Demografia e kisha fjalën për popullsinë, për përbërjen e popullsisë, se më keq kuptove. Demografia. Jo, thashë dhe për demokraci. Jo, ndoshta se përmes internetit mund të dëgjohet dhe keq, por e kam fjalën për përbërjen e popullsisë në Greqi. Pra, popullsia në Greqi edhe sot e kësaj dite, 7% e popullsisë është me prejardhje shqiptare. Për demografinë autoktone. Telo, qatë të mund të, i Greqisë ka dhënë gjitha. Ne duhet luftojmë shumë. Ne duhet fusim Konstantinin ke 1 nga 4 njerëzit më të mëdhenj kombit ton. Busti Konstantinit duhet jetë në të gjithë, ashtu si Aleksandrit, ashtu si Shkënderbeu edhe i Pirros, në të gjithë qytetet shqiptare. Konstantini ka po një vepër madhështore. Shfaqet me tamën si shenjtori, shfaqet me flamurin shqiptar në gjoks. Flamurin ton. Flamuri on ke Krishti ku varet. Këto janë disa gjëra që ne nuk e di se do të arrijmë një ditë të sqarojmë. Çdo flamuri shqiptar ke kryqëzimi i Krishtit. Konstantini në mburojet ushtarëve të tij kishte vu Sol Invictus, që romanët i thoshin dielli i pathyeshëm, që ishte në fakt dielli i Aleksandrit Maqedonisë. Në mburojet e tij kishte vetëm Konstantini e kishte në mburojet e ushtarëve të tij diellin Invictus, Sol Invictus, diellin e pathyeshëm, që romanët duke si një busull, jo, ishte stema e Aleksandrit dhe Filipit, e fisëve i lire, që merrshin pjesë në luftat dhe në përbërjen e Maqedonisë. Dhe Konstantini mbante, që asnjë nuk e thot, asnjë shife atë mburojën e Konstantinit, është njësoj si mburoja e Aleksandrit. Konstantini duhet jetë 1 nga 4 njerëzit tonë më të mëdhenj. Ndërsa ajo që unë po kuptoj në gjithë kjo bisedë që bëm së bashku është një tjetër hipotezë e cila vlen të hulumtohet dhe të merret në vëmendje të studiuesve për të vërejtur ngjashmëritë e Jezu Krishtit dhe Aleksandrit të Madh. Koha kur ai jetoi deri në kohën kur u ligjërua krishtërimi, po ti pjesëtosh në mes bie viti 0. Dhe koha e lindjes së tij, koha e vdekjes së tij ishte e njëjtë me kohën e vdekjes së Jezusit. Pikërisht 33 vjeç ishin të dy kur këta u ndan nga jeta. Dhe ka shumë fakte të tjera të cilat na bëjnë të mendojmë çik më thellë në këtë drejtim. Mirë, unë të falenderoj Agim që na solle këto bizeda, këto tema, por nëse ke edhe diçka tjetër për të përfunduar të bizet, mund ta thuash nderuar që të mos ngelet pa thënë, nëse ke diçka që duhet ta shpjegosh, dhe pastaj ta mbyllim emisionin. Faleminderit Telo që më ftuat. No, nuk kisha gjë për të thënë. Është kjo që desha me të thënë është që thash, duhet që Konstantini të jetë brenda 4 njerëzve më të mëdhenj të popullit tonë. Duhet të ngrejmë këtë ndërgjegje kombëtare. Jo se unë jam krishtian i bindur, se unë besoj në Zot, po ke kishat, ke xhamiat, ke këto që i kanë transformu fet në Pra, ju mendoni që 4 njerëzit më të mëdhenj të kombit ton duhet jenë Aleksandri i Madh, Piro i Epirit,
Konstantini i Madh dhe Skënderbeu. Bravo. Shpresojmë të dali E kemi lanë pesti. me një anë Konstantinin. Shpresojmë të E dali kemi lanë me pesti. një anë. Po? Flasim. Konstantini bëni atë që donte me bëjë Gjezuja. Jezu Krishti do të kishte feja lirë, feja, atë e bëni Konstantini. Si mund ta qush mos ta veshke popull. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj dhe një reagim, të falenderoj që ishe këtu me ne dhe këtu do të ndajmë dashur miq në këtë emision. Unë ju falenderoj dhe ju që ishit pjesë e këtij emisioni që na ndoqët. Do të jemi përsëri në emisionet e radhës. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë dhe mirupafshim.